Cilat ishin festat që festonin shqiptarët e hershëm? Kishin në një ndoshta e flamurit ose në një kombëtare ose diçka të tillë? Shqiptarët që ndodhen në Turqi, me zhvillimet e politikës që ndodhen, vetëm ditën e flamurit festonin. Për ne ishte më e rëndësishme dasmat shqiptare. Bizim gostilerimiz vardı, gosti deriz. Ishin të gjitha traditat shqiptare aty në dasmë. Ne kishim edhe gostit. Ama bu Atë që quanim gosti atëherë ishte diçka që zgjaste një javë. hatta Arnavut Atëherë shqiptarët për të bërë një dasëm shisnin edhe traktorin, shisnin arat e tyre. Bënin shumë bakti, që quanin edhe kurban atëherë. Ata që vinin në dasma ose në gosti për gjithë javën, deri në mëngjes ata hanin edhe pinin aty. yemek yerler. Artı tabii ki rakı. Edhe Rakı. Po traditat shqiptare. Tabii Arnavutlar. Tabii olduktan sonra artık onu yayınlamaz Por kendisi. shqiptarët më vonë pasi u muslimanizuan, filluan të heqin rakinë dhe alkoolin nga tryeza. Unë jam nga ata që pi raki. Rakıyı çok severim. Nga Kolonja. Unë e pëlqej Tabii shumë ki. raki. Tabii. Edhe nga Kolonja pimë rakinë.